Flora, shpati ka shumë ngjashmëri me vëllain tim të ndjerë. Këtu desha të dalë. Dhe kjo paralele mu më ka bërë shumë të ndihshme. Unë kur e mendoj 25 vite para shpatit, ne e qanjim na mungon të ende. Dhe ishte një njeri shumë i veçantë. Një njeri për të cilin 25 vite është folë me shumë respekt. Një njeri që shumë rrallë nuk kishë ndëgjuar ndonjë fjalë negative ose fare. Edhe ai vdiqme, edhe ai iku nga kjo botë, se fjala vdekje më duket shumë e trisht. Edhe ai iku nga kjo botë shumë shpejt, po me të njëjtin problem kardiak. Në këtë moment që po flasim, në çfarë i kujtoni si pikat përbashkëta shpatin dhe vëllain tuaj? Në çfarë ngjanin më së shumti, në çfarë i lidhni më së shumti së bashku, kur i mendoni të dy tani në këtë moment? Pika më e forte aty në njerëzit t'i bëjnë bashkë. Të falin dashuri edhe aty ku mendojsh se nuk e meritojnë. Do me thonë, edhe një situatë të brisht të trishtuar, ta kthejnë në një humor apo në një kënaqësi. Dhe Naimi ishte shumë i aftë. Situatat jo të trishtueshme, po të mos marrëveshjeve. Ishte një koordinator i momentit që i rregullonte. Të njëjtën gjë e ka pas shpati. Të dy artistë në mënyrë të vetë. Arti është shumë dimensional, njëri këndon dhe tjetri nuk këndon, por një njeri që mbështetën artin është vetë artist. Dhe për t'ia ditë vlerat tjetrit, nëse ti vetë s'ke, nuk mund t'i njohësh, të flasish për vlera. Vlera ka shpirt, shpirti ka punë, dashuria ka sakrifica, nuk ka fjalë të dua, punë e madhe. Edhe gjithë romanit, 500 faqe vetëm të dua, po qa më duhet? Nëse nuk e shofish sakrificën, veprën. Dhe kjo të bashkosh njerëz, të pajtosh njerëz, të mos i dhënohesh me njerëzit. Ky virtyt shumë i fortë, që shumë rrallë njerëz e kanë. Sidomos në këtë kohë që po jetojmë. Në këtë kohë, le, tashi t'ja fusin pushkën dikujt, edhe të bërtasin, duke bërtit nga mos të arriturat tona, unë e dal me pushtet, apo? Dhe me thonë, të të sulmoj sa s'më ke thënë, kështu i bie. Dhe kjo pikë shumë e fortë, këtë dy bashkë. Dhe Naimi ka ditë të vlerëson artin. Naimi, një vëlla shumë i dashur, një djalë shumë i mirë, një bashkëshort, një burr, nuk ka dallu njerëz dhe ky nuk bën të dallim shpati. Këtë kanë shumë, kanë ditë të rinë me çdo njeri. Me thënë, kjo është e bukura e këtyne të dyve.